Tani, skena jonë politike është e kontrolluar e gjitha me një mënyrë piramidale nga fare pak njerëz. Tani kemi në krye Saliun, i cili lasoj demokracinë, sa ishe muqitin atë vitin 90. 90 ishte kryetari i PD-s në Skrapar. Po kryetari i PD-s Skrapar, po sa vjeç ishe? Ishe 30 Sa që ka qenë ati? 30 ishim ne. Doktorin, ja ku e kemi. Edhe unë dhe ti në studio, se populata nga ngatron në njerë, thotë, për shembull, njerë kisha mon ikën unë, dhe e pyeta, i thashore, pse nuk ikni? Tha mua, po ti pse nuk ikën? Po unë jam në punë, i thash, nuk më ka zgjedhur njeri. Unë jam në punë, dhe drejsa të kam bedorë, fuqi, unë do vazhdoj të punoj. Tani ti si mendon këta tani, këtu kam mbetur ja doktori, ke flamurin e të gjithë Partinë Demokratike, po dhe këte është e drama, dhe disa tjerë me gjithë se Rama i ndronë, po vetë nuk ndrohet. Që mendon tani për këta ti? Si e kupton të këti gjithë tani, se ndoshta ndodhë këshu Shqipëria tani, si tua dhe? Të dy këta ke Saliun, që bile unë kam iden që larkëqof, se kur të mos jetë me, a i do jetë atje, kur të mbrimë, ose... Kuati, bodën tjetër? Bodën tjetër, do të nga dalë për para, do në takoj dhe do jetë prapë kryetari Partisë Demokratike, do në thresë në Partinë Demokratike, dhe ti mund të kalosh direkt në Partinë Demokratike, aty, si që kalove në fillim, kur u kryua partia. Në vitin 90, mund të kalojmë dhe në bodën tjetër, se dhe unë aty kam qenë. Me Saliun e të gjithë, kalojmë të fillojmë prapë. Në vitin 90, nuk është se ishim e Partinë Demokratike të Sali Berisë, ishte një lëvizje. Po, në të kra, në të kondet të më bënder, mua dhe ty, në vitin 90. Po prapë në botën tjetër kam i den që do të dalë doktori për përë, thotë hajdeni se po ju prisjen. Tani në botën tjetër të shkoj me radhë njërë, vëllë. Të shkoj me radhë njërë. Të shkoj me radhë, thotë se... Shkoj me radhë, po. Ti ki Berisë, pasat ti kim ne, pëtën. Atë nuk e dim në tani se... Mirë, nuk e... Doktori mund të rritë shumë këte ore, se a i është i lartë. Që thotë, pra, këta ke tani, që mendim këti? Berisë e kam takuar për herë të parë në vitin 91. Dhe në Tiranë i kam dhënë dorën, pastaj ka ardhur aty ku isha unë në Skrapar dhe bëri një takim. Edhe pata mundësi ta njihja edhe personalisht, sepse ndojtëm disa orë. U bëdhe i takim aty. Unë përgjithsisht më pëlqen të vëzhgoj, më pëlqen të eksploroj. Kam parasysh. Edhe e vëzhgova dhe Berishën me kujdese. Edhe më pëlqen të vitaliteti aty njeriu. Kështë një pasion që nuk e shqive dhe të tjerët i shqive e këshu, i shqive edhe si quna, dhe thejme prej urbane, Gramos Pashko, nuk e di, edhe tjerë. Ndërsa Berisha ishte dhe një gjithë serioze, këto dy cilësi pozitive kam regjistruar që atëherë. Por kur nuk e kam menduar yllë që në vitin 2026, ky njeri do të ishte akoma këtu rrugëve të Shqipërisë, si që ka qenë dhe atëre rrugëve të Shqipërisë, duke folur kundër etrëve të blokut, si që ka folur dhe atëre kundër etrëve të blokut, duke folur për qeverin kriminale, si që ka folur dhe atëre për qeverin kriminale, duke u përpjekur të delegjitimoj kryeministrin, si që është përpjekur dhe atëre të delegjitimoj kryeministrin, me të njëjtin pasion, me të njëjtin zel, edhe a posteriori kam arrit përfundimin që ky njeri ishte i smur për mua, ishte i smur. Ky është rast klinik. Amniston ti me këtë gjë që bëthua, pa ja? Unë amnistoje për një arsye tjetër. Duke shumë smur këta. Jo, është smur, edhe Rama është smur. Edhe Rama janë të dy smur. Nuk janë smur. Ylli, mendimi ku kam arritur unë është që ne na duhen sa njerëz normal që nuk kanë IQ të lartë, nuk kanë inteligjencë të lartë, nuk kanë ndonjë formim wow. Zyrtarë si çka perëndimi. Po, kështu janë për perëndim. Për shembull, vite më parë unë shikoja ndodhte që shikoja kryeministin britanik të kohës me gazetën në tren, më thënë dhe një zyrtar i zakonshëm, tani ai ishte së shfare. Ai sa unë harova emrin. Ish kryeminist. Njëri shumë i rëndësishëm. Boris Johnson, Jeremy Corbyn. Jo, është një tjetër. Jeremy Corbyn nuk u bë kryeminist. Jo, nuk u bë. Rishi Sunak. Nuk më kujtoj, s'ka rëndësi. Po, dhe më thënë ata nuk janë më. Nuk janë me më mbaron, edhe kush më kujton të sot. Për shumë Bleta Mbretresha, e Kosherës, e vrasin atë orë. Në qofë se, ajo s'ka seri gjatë, se 5 vjetë jeton Mbretresha.
45 ditë maksimumi 12. Standardin e bledhave shumë gjatë ylli. Gjatë është e. Edhe Standardin e bledhave. do të që e vrasin ata. Bledh në qoftë se sikën. Krytën. E vrasin bledhët më. E vrasin bledhët punëtore, e vrasin betreshën. E vrasin, i prishin dhe banesën, e gjitha dhe nuk e lem. Po këtu është popullata që nuk të vret. Të do shumë. Me kupton është lloji popullatës. Sigurisht. Pra thua ti këta dy, po ky Rama tani, ç'mendon tani ti se këta më nxorën ja të dy i nxorën këta. Të dy i ke këtu. Rama në vitin 2026 është njeri që ka grumbulluar të gjitha pushtetet. I ka thua ti. E vëre që e shijon shumë të punë, e vëre nga larg, kupton? I pëlqen shumë që kontrollon çdo gjë. I pëlqen shumë që ka në dorë të japi ishuj, porte, du t'jetë në i kënaqësi veçantë që unë nuk e njoh dhe nuk e përfituroj dot si kënaqësi, po do t'jetë në i kënaqësi veçantë që Rama e shijon shumë. Temëroj ministra. Të shkarkoj ministra. Të promovoj ca si figura si Sfiropali, pastaj thotë ikse s'kam nevojë për ty. Të promovoj një tjetër, pastaj ndoshta e ta fus në burg. Edhe e largon në momentin kur Spiropalit vetë ishte mbushur mendja që është gjigande. Po, pikërisht. Si shpjegohet atë? Si këta të dy ylli, dëgjoj, dy janë opsionet. Ose këta të dy mendojnë. Ja ti ke dalë me këta këtu. Shiko, ti ke dalë këtu me ministrin e jashtëm, po këto kush janë anash? Këta ishin kolegë të mia aty punonin me mua. Ishin me ty këta? Po. Mikëzuar. Kjo vajza, kjo zonja këtu, është zënjush. Mund të ishte kjo ministre tu aty, deshet thoshe tani për shkak të... Por ministre nuk e di unë, sepse edhe ajo ndoshta nuk ka prerë për ministre. Kjo ka qenë Miss Albania në vitin 92. Ka qenë Miss Albania kjo, ha? Po më duket po si e fytyrë e njohur. Ju keni dalë tani ka ardhur kjo në 6 gjunë 2024 jeni? Në 2024, po. Ti ishe akoma aty, në momentet e fundit ishe po? Po nuk e më, ka qenë një konferencë për Ukrajinën në Lucern, edhe erdhi presidenti edhe Spiropali, dhe një 2 ditë. Po mos na kthej prapë të... Jo, nuk u kthej. Gjo, për mua janë dy opcionet. Ose këta njerëz mendojnë që janë mesia, janë shpëtimtarët e kombit shqiptar, dhe pak ta kombit shqiptar merr fund. Edhe nuk është pa gjasë që ta mendojnë këtë gjë. Dhe nëse mendojnë është edhe një provë tjetër që këta që të dy janë smur, se njeriu që mendon tilla gjëra që smur për mua. Ose e dyta që ka edhe më shumë gjasa, këta të dy nuk ikin, sepse janë duke mbrojtur interesa nga më të ndryshmet. Nga më të ndryshmet. Dhe unë besoj që është kjo e dyta. Nuk do të përreshtova që t'jetë edhe para, që t'jenë dy e bashkë, sepse e thash, i shoh pak që nuk e di, i shoh si raste klinike, nuk i shoh si politikan. Njerëz që kanë taman për të grumbulluar, akumuluar sa më shumë pushtet, njerëz që nuk duan ta qeverisin këtë vend, po duan ta sundojnë. Njerëz që ligjin e konsiderojnë si optional, dhe thonë, mund ta zbatojmë, po edhe mund mos ta zbatojmë për të mirën e përgjithshme, mund ta shkelmë ligjin për të mirën e përgjithshme. Janë njerëz që defektet e shoqërisë shqiptare janë të shumta, nuk është se bezdisen për atyre defekte, përkundër i shohin si një mundësi, si mundësi shtesë që atyre u jepet për ta sunduar këtë vend edhe sa më shumë. Shoqëria jonë është shoqëri me probleme të mëdha. Edhe ekzistenca e këtyre dyve për vite me radhë është indikacion i një probleme të madh që ka gjithë shoqëria. Sa herë që në një vend tjetër ka një nevojë dramatike, alarmante apo të menjëhershme për të prodhuar një alternativë tjetër, shoqëritë e tjera e prodhojnë tak fak. Nëse shoqëria shqiptare nuk prodhon dot alternativa, ose prodhon njerëz që thënë marrin karrika dhe ulën atë te kryeministria, apo njerëz që s'janë për atë punë, siç nuk isha unë për punën e ambasadorit. Se duke parë këta mund tani, duke parë këta, aty tani nuk largohet dhe njeri edhe në vend tjetër. Për shembull, kryetari i shoqatës blegtore ka 26 vjet. Më tregonte Shagoxha, më tregonte para 2-3 orësh, po bisedonim, 26 vjet, se ku e dinte ai nuk, e kishte mësuar 26 vjet. Kryetari i shoqatës blegtore nuk ikte se të rregulloj punën, thosh. Ose për shembull Duka i krimit tjetër Saliu, Duka Edmondi. I shëndosh ashtu të gjitha, ja, ke. Është edhe ky me këta, shikon këta, është edhe ky aty. Me biletat, me qerat, me të gjitha, me ndeshjet, me... E ke farë, ja, shka sa lumë të rështë.
Kupton apo? Pra nuk lëviz gjë, Muçi, e bëjnë dhe të gjithë të tjerët të pastaj. Do na thonë dhe ne tani, pse ju nuk ikni nga gazetaria, nga puna, pse nuk ikni nga puna? Po nuk na largojnë nga puna, këtu na largojnë vetëm ky, djali Lega Meks, Endri Meks. Për nes mund ta thonë se kjo është puna tani. Por e më tha Monika në studio, po ti pse sikën? O jam në punë, i thash. Monika Kurmandi. Po, më tha, se i thash unë, pse sikni Monika? Ta thash më për fora. Po ti pse sikën tha? I thash, po unë jam në punë, motër. Që të them unë shkret. Tani, kjo kështu do vazhdoj tani, sa tjetë bota, sa tjetë jeta. Unë kam përshtypjen folëm shumë për Berishën se për Ramën, sepse kam... Duhet ta padan thotë, se pasaj do na thonë që pse folim. Thuaj edhe duhet të thënë një gjë për Ramën. Unë jam shumë i zgënjur nga ky njeri. Jam i zgënjur edhe nga fakti që ai nuk e ka, është një zbulim që e kanë bërë së fundmi, që nuk e ka në plan të largohet. Se ka të Dhe kjo kompromenton edhe, le të themi, pretendimin që ai mund të ketë që është djalë inteligjent. Një njeri inteligjent, do kupton, nuk e ka këtë ambicje të shpërpjesimuar, është në gjendje ta kontrollojë dhe ambicien, do të ikin momentin e dur. Po dhe unë dhe fitoj tot. Okej, mund të fitosh tani, Qartë. Ikë dhe, rruga.